Horoskopi ditor, e diel, 8 shkurt 2026. Dashi. Energjitë kozmike sot ju fuqizojnë me një rritje të motivimit. Shfrytëzoni këtë vrull qiellor për të quar përpara projektet tuaja personale. Pozicioni i hënës inkurajon reflektimin, duke e bërë atë një kohë ideale për të rivlerësuar zgjedhjet e kaluara. Përqafoni transparencën në komunikim. Keq interpretimet mund të çojnë në konflikte të panevojshme. Ndërveprimet shoqërore premtojnë gëzim, prandaj rrethojeni veten me ndikime dhe miq pozitiv. Financiarisht mund të paraqitet një mundësi e papritur që kërkon vendimarrje të shpejtë, por të informuar. Në çështjet e zemrës, cenueshmëria mund të nxjisë lidhje më të thella, duke rritur intimitetin emocional. Jini të vetëdijshëm për mirëqenien tuaj fizike. Një shëtitje e shpejtë ose një seancë joge mund të ndihmojë në balancimin e energjisë suaj të zjarrt. Përqafoni kreativitetin në detyrat tuaja profesionale. Pasi inovacioni do të njihet nga ata që janë në pozicione autoriteti. Mbani fokusin në qëllimet tuaja dhe mos harroni. Këmbëngulja do të çojë në rezultate të dobishme. Kjo ditë plot potencial ju fton të veproni me qëllim dhe besim. Demi. Ndikimet planetare të sotme ju inkurajojnë të qëndroni të qëndrueshëm mes mundësive të ndryshme. Energjitë e tokës përputhen me shenjën tuaj, duke promovuar stabilitetin dhe duke nxitur produktivitetin. Përqendrohuni në hapa praktik për të rritur rritjen e karrierës. Vëmendja juaj ndaj detajeve nuk do të kalojë pa u vënë re. Lidhjet emocionale favorizohen. Angazhimi në biseda të përzemërta mund të forcojë lidhjet me të dashurit. Jini të hapur ndaj perspektivave të reja në marrëdhënie, sepse një ndryshim në mirëkuptim mund të sjellë harmoni. Çështjet financiare kërkojnë maturi. Shmangni vendimet impulsive duke peshuar pro dhe kundra. Për sa i përket shëndetit, jepni përparësi kujdesit për veten dhe ushqyerjes. Merrni në konsiderat një vakt ushqyes ose meditim për të ruajtur ekuilibrin. Ndjekjet krijuese mund të lulëzojnë sot. Lejoni që ana juaj artistike të frymëzojë të tjerët. Me ndikimin e britsjapit në sektorin tuaj të karrierës, kërkoni përmirësim përmes zhvillimit të aftësive. Durimi është aleati juaj, besoni në kohën e universit. Përqafojeni këtë ditë me vendosmëri dhe një zemër të hapur, pasi universi mbështet progresin tuaj të qëndrueshëm. Binjakët. Sot ofrojnë një thesar mundësish për komunikim dhe lidhje. Sundimtari juaj, Merkuri, rrit elokuencën tuaj, duke e bërë atë një kohë ideale për rrjedhim dhe ndarjen e ideve. Angazhohuni në përpjekje bashkëpunuese ku shkëlqen shkatësia juaj. Ndërveprimet shoqërore, veçanërisht me miqt ose kolegët, mund të jenë të dobishme, duke zbuluar njohuri ose duke hapur dyert të papritura. Në romancë, diskutimet e sinqerta mund të zhbllokojnë mirëkuptim më të thellë dhe respekt të ndërsjellë. Financiarisht, tregoni kujdes me investimet. Hulumtoni plotësisht para se të angazhoni burime. Dualitetet e natyrshme në shenjën tuaj mund të tundojnë tendencat e kënaqësisë. Prandaj përpiquni për ekuilibër në rutinën tuaj të përditshme. Përmirësoni mirëqenien tuaj me praktikat e vetëdijes. Një moment meditimi mund të ofrojë qartësi. Rrymat krijuese janë të forta. Përdoreni ato për të inovuar në projekte personale ose profesionale. Besojini përshtatshmërisë suaj për të kapërcyer çdo pengesë dhe mos harroni. Kurioziteti juaj është forca juaj. Le të jetë kjo ditë një ditë zbulimesh dhe fillimesh të reja. E udhëhequr nga pozicionet e favorshme të yjeve. Gaforria. Hëna hieshon shenjën tuaj sot, duke i mbushur botën tuaj me thellësi emocionale dhe ndjeshmëri. Ky ndikim hënor inkurajon vetanalizën, ideale për të ushqyer rritjen personale dhe vetëdijen. Kaloni kohë duke organizuar hapësirën tuaj shtëpiake. Një mjedis harmonik mbështet mirëqenien tuaj emocionale. Diskutimet me anëtarët e familjes mund të sjellin njohuri mbi dinamikat e përbashkëta, duke forcuar lidhjet. Profesionalisht, intuita juaj do t'ju udhëheqë përmes sfidave, duke ofruar zgjidhje inovative që priten mirë. Çështjet financiare kërkojnë një qasje të kujdesshme. Rishikoni qëllimet afatgjata për të siguruar përputhje me vlerat tuaja. Në marrëdhënie, një gest kujdesës ose një bisedë e sinqertë mund të thellojë lidhjet, duke nxitur ngrohtësinë dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Jepini përparësi kujdesit për veten përmes aktiviteteve që qetësojnë, të tilla si një banjë e ngrohtë ose yoga. Projektet krijuese mund të lulëzojnë, duke ofruar një streh për shprehjen e emocioneve të pathënë. Përqafoni empatinë tuaj natyrore, e cila ju lejon të lidheni thellë me të tjerët, duke u ofruar atyre mbështetje dhe mirëkuptim të vlefshëm. Besojini kohës së universit,
Rritja shpaloset bukur. Luani. Yjet shkëlqejnë fort mbi ju sot, duke amplifikuar karizmën dhe vetbesimin tuaj. Ndikimi i diellit fuqizon shpirtin tuaj, duke e bërë këtë një kohë të përshtatshme për të ndjekur projekte ambicioze. Cilësitë tuaja të leadershipit do të frymëzojnë ata përreth jush, duke tërhequr mbështetje për iniciativat tuaja. Përpjekjet e rrjedhëzimit janë të favorizuara, me shanse për të krijuar aleanca të vlefshme. Romanca është e theksuar. Shprehni ndjenjat tuaja hapur për të thelluar lidhjet emocionale. Megjithatë, sigurohuni që egoja të mos e errsojë empatinë në ndërveprimet tuaja. Perspektivat financiare mund t'ju kërkojnë të merrni në konsiderat implikimet afatgjata. Planifikimi i kujdesshëm do të sjellë përfitime. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj të bollshme në aktivitete fizike ose ndjekje krijuese për të lehtësuar çdo stres. Rreshtimi kozmik inkurajon eksplorimin e interesave të reja që zgjojnë pasion dhe gëzim. Mos harroni të balanconi euforinë me durimin në çështjet profesionale për të ruajtur harmoninë. Universi ju inkurajon të shkëlqeni fort, duke përqafuar talentet tuaja të lindura me entuziazëm dhe hir. Le të jetë dita e sotme një festë e vitalitetit dhe pikave tuaja të forta unike. Virgjëresha. Çështjet praktike marrin vëmendjen qendrore sot, ndërsa energjitë planetare përqendrohen në organizim dhe efikasitet. Aftësitë tuaja analitike janë të rritura, duke e bërë atë një ditë ideale për planifikimin dhe ekzekutimin e detyrave të detajuara të punës. Vendosni përparësi për të rritur produktivitetin, duke siguruar që rezultatet të përputhen me qëllimet tuaja më të gjera. Marrëdhëniet përfitojnë nga komunikimi i qartë dhe i hapur. Shprehja e vlerësimit mund të nxjisë respektin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. Financiarisht, rishikoni buxhetet ose investimet, duke kërkuar përmirësime ose mundësi zgjerimi. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet, mbani një rutinë të ekuilibruar, duke përfshirë aktivitete që promovojnë mirëqenien fizike dhe mendore. Angazhohuni në përpjekje krijuese si shkrimi ose punimet artizanale. Ato ofrojnë një mundësi të këndshme për relaksim dhe vetëshprehje. Ndërveprimet shoqërore mund të sjellin perspektiva të vlefshme, duke zgjeruar horizontet tuaja. Besojini intuitës suaj kur përballeni me vendime, duke lejuar që mençuria juaj e brendshme t'ju udhëheqë. Mos harroni, hapat e vegjël të ndërmarrë sot mund të çojnë në arritje të rëndësishme në të ardhmen. Përqafoni potencialin e ditës për sukses praktik dhe rritje personale. Peshorja. Ekuilibri është fjala juaj kyçe sot, pasi energjitë kozmike nxisin një qasje harmonike ndaj sfidave të jetës. Peshorët e drejtësisë favorizojnë ekuilibrin në marrëdhënie. Siguroni dialog të hapur për të ruajtur harmoninë me partnerët ose kolegët. Përvojat romantike mund të thellohen, duke ofruar gëzim dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Financiarisht, kjo është një kohë premtuese për konceptimin e sipërmarrjeve të ardhshme. Mendoni afatgjat dhe merrni në konsiderat bashkëpunimin për rezultate të frytshme. Kreativiteti lulëzon nën këto ndikime qiellore. Lejoni që arti, muzika ose estetika t'ju frymëzojnë ditën. Prioritizoni mirëqenien tuaj me një përzierje aktiviteti dhe relaksimi. Provoni yoga ose një shëtitje në natyrë. Profesionalisht, merrni në konsiderat qasje diplomatike kur negocioni. Talenti juaj për të parë të gjitha palët ndihmon në zgjidhjen e konflikteve. Angazhimet shoqërore mund t'ju prezantojnë me ide ose njerëz intrigues, duke zgjeruar rrjetin tuaj. Besoni në rrjedhën dhe zbaticën natyrore të ritmeve të jetës dhe sharmi juaj i lindur do të tërheqë ndërveprime pozitive. Lejoni që vibracionet harmonike të sotme t'ju udhëheqin përmes mundësive dhe lidhjeve. Akrepi. Ndikimet astrologjike të sotme kërkojnë transformim dhe vetanalizë. Me Marsin që energjizon shenjën tuaj, ju keni një shtysë të shtuar për të thelluar në pasionet personale dhe ambicjet e karrierës. Shfrytëzojeni këtë intensitet për të krijuar shtigje të reja dhe për të filluar plane që kërkojnë fokus dhe vendosmëri. Qartësia emocionale arrihet përmes vetë-reflektimit të ndershëm. Pranoni ndjenjat e brendshme dhe lejoni që këto njohuri t'ju udhëheqin vendimet. Marrëdhëniet personale mund të përfitojnë nga cenueshmëria, duke zbuluar të vërteta që forcojnë lidhjet. Financiarisht, shqyrtoni shpenzimet për të identifikuar përshtatjet e mundshme, duke siguruar stabilitet dhe rritje. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike që ju sfidojnë pa u lodhur shumë. Ndërmarrjet krijuese mund të zbulojnë talente të fshehura, duke ofruar një rrugdalje për vetëshprehje dhe përmbushje. Përqafoni potencialin e transformimit, duke kuptuar se çlirimi çon në rilindje. Besojini intuitës suaj në lundrimin e pasigurive,
duke ditur se universi mbështet udhëtimin tuaj. Sot, besoni në aftësinë tuaj për të rishpikur dhe ripërcaktuar kufit me guxim dhe qëndrueshmëri. Shigjetari. Me kozmosin që nxit eksplorimin, përqafojini mundësitë për të zgjeruar horizontet tuaja sot. Ndikimi i Jupiterit inkurajon një ndjenjë aventure dhe zbulimi, duke e bërë këtë një kohë ideale për të mësuar ose udhëtuar. Angazhohuni në aktivitete që zgjerojnë mendjen tuaj, të tilla si pjesëmarrja në seminare ose eksplorimi i kulturave të reja, të cilat mund të ofrojnë njohuri emocionuese. Në ndërveprimet personale, ndershmëria dhe optimizmi juaj janë ngjitse, duke nxitur vullnetin e mirë dhe duke forcuar lidhje shoqërore. Çështjet financiare mund të përfitojnë nga një perspektive gjerë. Merrni në konsiderat diversifikimin e investimeve ose kërkimin e burimeve të reja të ardhurave. Nga ana shëndetësore, ruajtja e një ekuilibri midis aktivitetit dhe pushimit është thelbësore. Merrni në konsiderat aktivitetet në natyrë që ju gjallërojnë. Ndjekjet krijuese do të ofrojnë gëzim, duke ju lejuar të shprehni shpirtin tuaj të gjallë. Përpjekjet profesionale kërkojnë vizion dhe gatishmëri për të eksploruar zgjidhje jo konvencionale. Imagjinata juaj është pasuria juaj më e madhe. Besojini instinkteve tuaja dhe merrni rreziqe të llogaritura, pasi shpirti juaj aventuresk është i mbështetur mirë. Lëreni energjinë kozmike të sotme t'ju udhëheq drejt përvojave dhe njohurive të reja, duke pasuruar udhëtimin tuaj të jetës. Britsjapi. Kozmosi ju fton të përqendroheni në disiplinë dhe vendosmëri sot. Ndikimi i Saturnit nxit një qasje të strukturuar, ideale për trajtimin e detyrave të përafërta me qëllime të afatgjata. Vendosni përparësi të qarta dhe adresoni sistematikisht sfidat për të siguruar produktivitet dhe rritje. Financiarisht vlerësoni strategjitë për stabilitet, duke marrë në konsiderat investime të kujdesshme ose plane kursimi. Marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje. Angazhohuni në biseda kuptimplote që nxisin respekt dhe mirëkuptim të ndërsjellë. Mbështetja emocionale mund të gjendet duke kaluar kohë me të dashurit, duke forcuar lidhjet dhe duke ushqyer ndjenjën tuaj të sigurisë. Nga ana shëndetësore, krijimi i një rutine të ekuilibruar është jetik. Merrni në konsiderat përfshirjen e ushtrimeve që ndërtojnë forcë dhe qëndrueshmëri. Projektet krijuese mund të përfitojnë nga depërtimi juaj pragmatik, duke ofruar një rrugdalje produktive për vetëshprehje. Profesionalisht, aftësitë tuaja udhëheqëse dhe organizative do të njihen, duke mundësuar përparim në karrierën tuaj. Besoni në ngjitjen e qëndrueshme drejt suksesit, duke ditur se këmbëngulja dhe përkushtimi hedhin themelet për arritjet e ardhshme. Përqafojeni potencialin e ditës me besim dhe fokus. Ujori. Sot ofron një kaleidoskop mundësish për inovacion dhe individualitet. Energjitë kozmike që rrethojnë shenjën tuaj ndezin një shkëndij kreativiteti dhe origjinaliteti, duke ju inkurajuar të çliroheni nga rutina. Përqafoni qasje unike në projekte, duke i lënë idetë tuaja vizionare të lulëzojnë. Ndërveprimet shoqërore pasurohen nga sharmi dhe inteligjenca juaj, duke nxitur lidhje që përputhen me idealet tuaja progresive. Konsideratat financiare mund të përfitojnë nga të menduarit shpikës, eksploroni rruga alternative për të rritur prosperitetin. Në marrëdhëniet personale, vlerësimi si autonomisë ashtu edhe i shoqërisë mund të çojë në dinamika harmonike. Angazhohuni në dialog të hapur për të thelluar mirëkuptimin e ndërsjellë. Mirëmbajtja e shëndetit kërkon ekuilibër. Merrni në konsiderat integrimin e praktikave jo konvencionale të mirëqenjes për të rigjallëruar. Përpjekjet profesionale janë në qendër të vëmendjes. Krijoni rrjet me individ me mendje të ngjashme që mbështesin qëllimet tuaja. Përqafoni ndryshimin si një aleat të vazhdueshëm, duke besuar se përshtatshmëria dhe kurioziteti do t'ju çojnë drejt suksesit. Lëreni autenticitetin tuaj të shkëlqejë ndërsa eksploroni shtigje të reja, duke ditur se universi mbështet aspiratat tuaja unike. Peshqi. Sot fton një fokus në dëmshuri dhe kreativitet, ndërsa kozmosi rreshtohet për të përforcuar prirjet tuaja intuitive dhe artistike. Ndikimi i Neptunit rrit ndjeshmërinë tuaj, duke ju inkurajuar të eksploroni peizazhet e brendshme për frymëzim. Angazhohuni në aktivitete që nxisin rritjen emocionale, të tilla si mbajtja e një ditari ose meditimi. Marrëdhëniet mund të lulëzojnë me empati. Ndani ëndrat dhe aspiratat tuaja me ata që janë afër jush, duke ushqyer mbështetjen e ndërsjellë. Financiarisht, merrni vendime me intuit, duke balancuar idealet me praktikën. Sa i përket shëndetit, jepni përparësi kohës së lirë, duke u angazhuar në praktika restauruese si yoga ose frymëmarrja e ndërgjegjshme. Ndjekjet krijuese janë të bekuara sot.
Lejoni që imagjinata juaj të fluturojë në poezi, art ose muzikë duke ofruar ngushëllim dhe gëzim. Profesionalisht besoni instinkteve tuaja kur përballeni me situata komplekse, duke ditur se perspektiva juaj unike ofron zgjidhje të vlefshme. Përqafoni një qasje fluide ndaj sfidave, duke lejuar fleksibilitetin për të udhëhequr rrugën tuaj. Përqafoni trupi me forcën e butë të ujit, duke u përshtatur me ndryshimin dhe duke vullosur lidhje të thella dhe shpirtërore. Universi mbështet udhëtimin tuaj të dhemshur. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.